Arsen, përshëndes. Shëndetja, Ida, Muhamet Ali dhe Muhamet Loft janë dy egjiptianët të cilët humbën jetën në aksidentin tragjik nga ku ka rezultuar se hetimet e paraprake ka një detaj i cili e komplikon situatën, por e bën atë në kufit e një skandali. Fillimisht u folë se kishin një leje drejtimi për nivelin automakinist apo të një kategorie të caktuar, si që është një mjeti tonazhit të rënd betonjere, ndërsa në një reagim zyrtar, Drejtoria e Transportit Rrugor të Shtetit Shqiptar deklaron jo, ata nuk kishin një leje drejtimi sipas ligjit dhe sipas standardit shqiptar. Gjithsesi, Shqipëria ka një njohje reciproke, por rezulton që një njohje reciproke, pra me pataktimet e me shtetet e tjera, por rezulton që për drejtuar këta automjetet tonazhit të rënd, Muhamet Ali dhe Muhamet Loft nuk kishin një leje sipas kushteve dhe legjislacionit shqiptar. Çka tregon se aktualisht jemi kundrejt një vepre penale, ajo drejtimit mjetit në kundërshtim me kodin rrugor, pa patur një patent automatikisht sipas legjislacionit shqiptar, përfundon në pranga, konsiderohet një shkelje rënd dhe një vepër penale me një marrësh të lartë dënimi, por rezulton që autori i kësaj vepre penale ka humbur vetë jetën dhe automatikisht nuk ka kush mbaj përgjegjësi penale. Por nga ana tjetër, ka një kontratë pune, cila është nënshkruar ndërmjet Alba Beton, për cilin ata punonin, dhe një përfaqësues juridik apo administrator për cilin policia dhe prokuroria e kryeqytetit po kryejnë hetimet. Aktualisht shpejtësia apo një defekt teknik rezulton që mjeti nuk kishte gjoba, mjeti kishte një certifikim teknik, pra një kolaudim si një mjet i rregullt dhe po punohet për të kuptuar nëse ishte shpejtësia te normave të lejuar apo në një moment nuk i kanë mbajtur frenat apo ka patur një defekt teknik apo humbje e kontrollit për shkak gjendjes shëndetësore të shoferit. Nga ana tjetër rezulton se shtetasi i lënduar dhe i plagosur në këtë aksident Roland Nuri vijon të jetë ende në kushte spitalore, fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën, por me dëmtime dhe pasoja të shkaktuara nga ajo përplasje mjaft e madhe, por edhe nga i momenti një aksidenti tragjik. Kujtojmë këtu që rreth rrotullimi i Tegut rikthehet me aksidente të frikshme pasoja, ku vetëm afro 2 vite më parë 2 shtetas humbën jetën pasi ishin me një mjet Audi me shpejtësi, por në të njëjtin aks, por në të njëjtën mënyrë duke hyrë me shpejtësi nga autostrada në rreth rrotullim dhe duke rënë në pjesën e poshtme të rreth rrotullimit. Fati i madh që në ato momente nuk kishte një automjet që po kalonte poshtë, një autobus apo një furgon i ndryshëm me pasagjerë apo me fëmijë, pasi pasojat mund të ishin edhe më të rënda. Referuar reagimit publik, ritheksojmë, është i Drejtorisë Përgjithshme të Transportit Rrugor, e cila thotë se do duam të sqarojmë për të qenë transparent me publikun, por edhe me detyrimin e një institucioni që respekton ligjet. Deklarat për mediat thuhet në reagimin zyrtar. Po. Në lidhje me lajmet e publikuar në media për pajisjen me leje drejtimi dhe dokumentacionin profesional të shtetasve egjiptian Muhamet Loft dhe Muhamet Loft dhe Ali, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Transportit Rrugor bën me dije, pas verifikimet të kryera në regjistrat elektronik dhe bazat zyrtare të dhënave të administruara nga DPSHTR, Muhamet Ali dhe Muhamet Loft nuk janë pajisur nga DPSHTR me leje drejtimi shqiptare dhe nuk janë pajisur me dëshmi aftësie profesionale DAP për profilin automakinist. DAP automakinist është dëshmia e kërkuar për drejtimin e automjeteve për përdorim të veçantë, ku përfshihen edhe autobetonjeret sipas legjislacionit në fuqi. Autobetonjeret klasifikohen si automjete për përdorim të veçantë, APV, dhe drejtuesit e tyre duhet të jenë të pajisur me kategorinë përkatëse të lejes së drejtimit se dëshminë e aftësisë DAP të profili automakinist. Pra nuk mjafton të dish të japësh makinës, nuk mjafton të kesh një leje drejtimi B apo C, por ka disa certifikata që duhen plotësuar sipas legjislacionit, ndërkohë në përputhje me dispozitat e kodit rrugor të Republikës së Shqipërisë, shtetasit e huajt mund të qarkullojnë dhe drejtojnë mjetën në territorin e Republikës së Shqipërisë me leje drejtimi të vlefshme të lëshuara nga autoritetet kompetente të shtetit të tyre, neni 133, për periudhë përcaktuar ligjërisht deri për 1 vit. Përrjedhoi fakti që një shtetas i huaj drejton një mjet në territorin e Republikës së Shqipërisë nuk nënkupton automatikisht ai është i pajisur me leje drejtimi të shtetit shqiptar, pra DSHPTR. Ata mund të kenë padur një patent egjiptiane, por legjislacioni
kërkon që të kene një certifikim për automatikist apo të një mjeti për përdorim të veçantë sipas legjislacionit shqiptar dhe kjo e komplikon këtë situatë. Gjithsesi janë hetimet ato që po vijojnë dhe do të nxjerrin nëse ka apo jo shkelje ligjore, element veprës penale, shpërdorim, falsifikim apo çdo vepër tjetër që mund të bëjë me përgjegjësi. Po për qenë korrekt, përgjegjësia penale mos shumti do t'i mbetet atit që ka humbur jetën pra drejtuesi automjetit që ka marrë përsipër drejtoj një automjet pa patur certifikimet përkatëse sipas legjislacionit shqiptar, por nga ana tjetër ka patur një kontratë pune. Kuptojmë. Pra çfarë kemi? Kemi 2 viktima, një aksident pra fatal, 2 shtetas të huaj që punojnë në vendin tonë. Ju kujdeset të thonit që ne kemi marrëveshje dhe janë jo klandestin, por janë persona të cilët janë punësuar. Një automjet i cili është i kolauduar dhe me letra në rregull, themi ne në zhargon, por nga ana tjetër, ajo që është në kushtet e një skandali, do të thoja unë, është fakti që këta 2 persona, të cilët janë të huaj, drejtojnë një automjet të tonazhit të tillë, të Alba Beton, por që nuk kanë patentën, nuk kanë lejen e drejtimit për të drejtuar pra këtë automjet. Ajo që unë nuk kuptova është, pra kontratën e kanë të rregull të punës, është që këta dispononin leje drejtimi në vendet e tyre dhe kanë punuar pikërisht me ato leje drejtimi në vendin tonë dhe nuk e di termat e kontratës ose ka përgjegjësi administratori që lidh një marrëveshje dhe i beson pra drejtimin e automjeteve të tilla, të tonazhit të rënd, shtetasve që të tillë që janë të huaj. Është seruar në fakt mjaft qartë, DPSHTR thotë se për drejtuar një automjet siç është autobetonierja, legjislacioni shqiptar kërkon certifikata dhe certifikim të posaçëm, edhe pse ti mund të kesh një leje drejtimi italiane, egjiptiane, franceze apo gjet. Pra ti mund ta kesh një patent, ti mund dish të japësh në realitet apo në të vërtetë, mund të jesh jap fizikisht dhe teknikisht, por kërkon një certifikim, pra kërkon një kurs, kërkon një kontroll dhe një vlerësimi. Këta kanë bërë kontratën Arsen, automatikisht administratori që ty të merr, që ka marrë këta në punë, në dosjen përkatëse duhet kishte edhe një dokument të kësaj natyre. Jo vetëm duhet kishte administratori, apo zyra juridike, apo zyra burimeve njerëzore, por rezulton që nuk e kanë pasi DPSHTR thotë nuk e ka lëshuar një gjë të tillë. Tash duhet parë, e kanë falso, e kanë kaluar këtë pjesë duke përdorur në një hapësirë ligjore, e kanë anashkaluar për shkak të mungesës së stafit, apo për shkak të një kompanie që askush nuk mund t'i kontrollojë apo t'i prek pasi mund t'jenë të pushtetshëm. Ndërkohë, Arsen, çfarë është Alba Beton dhe si po kryen hetimet? Çfarë materialesh janë? Në rast se nga verifikimet do të rezultojnë element veprës penale, të falsifikimit, mosbatimit ligjit, kodit civil, kodit rrugor apo qoftë edhe kodit punës, kompania Alba Beton është një kompani me eksperiencë në tregun shqiptar në administrimin e shtetasit Erion Harizi, ndërsa po ashtu Erion Harizi rezulton se është edhe aksioner i kësaj kompanie me 15%, ndërsa ka edhe pronësi të tjera, mes tyre Genci Dulaku, Ardian Dulaku dhe Artan Dulaku, pra janë vëllezërit Dulaku, të cilët janë të njohur në fushën e ndërtimit me kompaninë e tyre Dilal, por edhe pronar të medias siç është Media Vision Plus. Ne të bëjmë me kompani të cilat kanë një potencial dhe nuk janë rishtazi në vendin tonë, por që kemi të bëjmë pra pikërisht me një aksident fatal. Faleminderit Arsen. Të përshëndes, nëse s'ka zhvillime tjera për diskutim gjatë ditës së sotme.